U kthyem në studio për të folur për gjithë atë se çka ka ndodhur sonte në kuvendin e Kosovës. Në anën time të majtë kam zotëri Bekim Selishta, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodis. Mirë, faleminderit për ftesën. Ndërkaq në anën time të djathtë kam zotëri Mustafa Kadria, ai faleminderit shumë që erdhe në Infode dhe Visar Kastrati, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodis. I kemi pa të gjitha ato se çfarë ka ndodhur sot në kuvendin e Kosovës. Visar, si e komentoni gjithë atë dramën më tashmë që është bërë në kuvendin e Kosovës? Apo shtyhet qëllimisht kjo puna e votimit në kuvend, apo ka ndonjë arsye tjetër? Realisht kjo që ndodh në kuvendin e Kosovës i ka dy rrafshe. Rrafshi i parë është rrafshi politik dhe rrafshi tjetër është rrafshi ligjor. Në aspektin politik shihet që zotëri Kurti nuk i ka votat për të kalu krye parlamentarin dhe realisht seancën e parë ka përdorur si blluf ndaj partive opozitare dhe pakicave jo shumicë, për faktin se nuk ka pas një marrëveshje me ta, po ashtu nuk ka pas një marrëveshje të shkruar nëse po fliti se ka një marrëveshje me zotrin Limajn, sa i përket kandidimit i tij për krye parlamentar. Po thjesht na dyshja nuk kemi pas gjiko zyrtare sa i përket me partinë Nisma dhe në mungesë të votave vazhdon të bëhet ky prolongimi i kuvendit, ndërsa në aspektin ligjor konsideroj që qeveria nuk i ka plotësuar konditat ligjore për faktin se nuk e ka dhënë ndërheqjen në formën që shkërkohet. Formën cilën e kanë paraqit herën e kaluar me një letër, e njëjta nuk është dorëzuar në sekretariatin e kuvendit, ndërsa ligji për qeverinë i cili është miratuar nga vetë kjo qeveri në nenin 26 e sqaron saktë që anëtarët e qeverisë që zgjedhin deputet duhet të japin ndërheqje para certifikimit të rezultateve dhe nuk mund të mbajnë një pozitë po më të jenë edhe deputet beton, po njëkohësisht edhe të jenë anëtarë të qeverisë, dërsa këto pretendimet që ndëgjum sot ministres Albulena Haxhiu dhe po ashtu të zonjës Mimoza Kusari, unë konsideroj që nuk janë edhe shumë të sakta, do nëse paralelet e tyre po lidhen me qeveritë e kalume, të cilat kanë vepruar njëjtë. Krejt qëllimi i lëvizjes vendosur që ka ardhur në pushtet është diferencimin që kanë potencuar që do të bojnë pej qeverive të kalume dhe jo që do të vazhdojnë avazin e njëjtë me kësi lojna dhe kësi varianta politike. Thjesht këta nuk janë të respektu një ligj bazik dhe nuk është të tutje, po këtë është mungesë e numrave të zotrit Kurti dhe marrëveshjet që nuk i ka me partnerët e koalicionit. Kjo pastaj edhe nëse zgjedhet tash edhe nëse kalon kjo, unë mendoj që ka hapësira të mjaftueshme që lënda të shkojnë në gjykatën kushtetuese dhe të kemi vendimin nga gjykata kushtetuese ku procesi ndoshta mund ta konsideron edhe të parregullt, po ashtu në aspektin ligjor me sa shohun edhe vlerësoj dhe e lexoj realisht deri në fund të muajit duhet të formohet konstituimi i kuvendit, zgjedhë kryetari dhe nënkryetarët. Në të kundërtën presidenti është obliguar ta çon vendin në zgjedhje dhe kjo është një paradoks i madh i gjithë partive, por fakti se këtu nuk është në qëllim interesi qytetarëve që kanë dalë, kanë shpreh me votë dhe është nda përqindja ashtu që ka jep po më sovrani populli, këta thjesht i kanë për qëllime të veta, për kalkulime të veta dhe fare nuk ju intereson që ne kemi tema shumë të rëndësishme përpara. Tash e patëm edhe shtrejtimin e rrymës, ne kena afatin e gjykatës speciale dhe raportet jo të mira me faktorin ndërkombëtar. Zotri Selishta, a u shkel ligji sot në kuvendin e Kosovës? Nga zotri Dehari me saksisht i cili e bëri mbylljen e seancës përsëri. Fillimisht, domethënë pas zgjedhjeve shumë gjatë, mu konstituu kuvendi, mu certifiku zgjedhjet, edhe manoj me vazhdu forma rregullt e qeverisjes. Kjo është një gabim që ndodh veç në vendin tonë që është shumë e gabueshme sepse jemi me një situatë jo të favorshme për vendin, për popullatën dhe për rrethanat gjeopolitike dhe gjeoshtarake të vendit ku jetojmë. Po në bazë të kushtetutës, domethënë e ka t'i kalu mandatën e vet zotri Dehari, nuk i di arsyet sepse është dok parimisht një burr shumë i qetë, po ka t'i kalu vetveten, po është shkeleni 70 edhe 72 i kushtetutës. Domethënë disa nena ku nuk ka drejt me qenë njëjtën kohë deputet edhe me pas pozitat të kryeministrit, ministrit ose zavendës ministra ose zavendës kryeministra. Domethënë nuk ka mundësi me qenë edhe në ekzekutiv dhe në pushtetin legjislativ. Nga pikpamja ime unë e shoh që është çështje e gabueshme prej vetë partisë më të madhe në pushtet sepse nuk do të thotë që je partia e parë dhe me pas arrogancën e numrat. Arroganca e numrave është kushton në politikë, sepse
ramja më të mëdha politike ka partia e parë, është 10%. 10% janë shumë. Në çdo fushat, në çdo zgjedhje që kanë mumbajt, a 10% janë shumë mi hub. Njëjtën kohë, po mundësinë e ka pas zotëri, vetëvendosja ka pas mundësinë me kriju një qeverisje normale edhe afatgjatëse. Peket subjekte politike janë pjesë e kuvendit shqiptarë dhe prej minoriteteve, po nuk ka ky vetë ju ka referu tërë kohën që nuk ka nevojë me qenë të mvarën për lisës sërbe, ndërsa rrugën që është ka bën për themelimin, për konstituimin e qeverisë është të shkuar me lisën sërbe. Që kjo është çështje e gabueshme se komplet i ka thyer parimet e veta që i ka proklamuar gjatë ton fushatës ose 4 vitet e fundit tërë kohën është diskutuar që ne nuk kemi me qenë varën për lisës sërbse. Ne dim me kalimin e kohës ka pas edhe armiqësi më të mëdha brenda partive politike në të kaluarën. Kur është ardhur interesi shtetëror dhe i formimit të institucioneve shtetërore, e dim shumë mirë që kanë pas marrëveshje dhe nuk kanë pas probleme për me kriju institucionet e vendit, sepse institucionet e vendit janë më të rëndësishme se vetë parimet ose privilegjet zyrtare që i marrin. Çdo qytetar e pret me pa durim me pas një mirëqenie të mirë, sepse periudhën e fundit diskutohet shtrejtimi i rrymës. Shtrejtimi i rrymës është automatikisht edhe shtrejtim i produkteve tjera bazë që ne furnizojmë shporta e çdo familje ka mu shtrejtu. Inflacioni automatikisht rritet edhe për 16.5% sepse rritet çmimi i energjisë. Ndërsa qeveria jonë, ne nuk kem kohë me prit një qeveri komoditetin e këtyre kur t'i tekot për interesa politike. I ka numrat, duhet krenarin edhe arrogancën me ullë, me formu institucionin. Nëse ka interes, nëse nuk ka interes me kriju qeverin, atëherë shihet qartë, janë 2 varianta këto, janë në 2 rrafshe, është interesi me shku me moj zgjedhjet nacionale me zgjedhjet lokale, apo nuk ka interesa me kriju qeverin. Për mu është e paqartë, edhe vetë në mbrana kuvendit shqipt që ka paqartësi se çka të ndodh. Po sa i përket pyetjes që bën Avni Dari, ka qenë një speaker i kuvendit që nuk ka drejt me bëm marrëveshje me parti tjera. Me pas marrëveshje, po aty veç ka mu votu ose s'ka mu votu. Jo shumë e qartë. A thë që ka marrë direktiva nga dikush, nga vetëvendosja, se që ata që ka më thonë zotëri? Ajo është veç i vetëvendosjes, i delegum, si deputeti më i vjetër, po si do të qoftë, duhet me lujtë rolin e neutralitetit, sepse është speaker i kuvendit, veç folës i kuvendit që kam i bartë krijimin e institucionit kryetarit edhe nën kryetarit të kuvendit, po këtë rol nuk e ka lujtë. Nuk e di pse, për mua shumë e paqartë, sepse cili është interesi timës me kriju këtë hapësirë. Kanë qenë afër 100 deputet në kuvend të Kosovës, mundësit një kohën reale, ose njëra ose tjetra me buni kryetar të kuvendit. E vërtet, zoti Kadriaja, kemi luksin që neve me shku në zgjedhje lokale dhe parlamentare të dyja bashkë, duke ditur që gjendja ekonomike në vend nuk është e mirë. Po, si Kosovë, nërse që rrugtimi jo në dijet më ato peripetit e veta, për kundër që kemi pas edhe sukseset si politike, si ekonomike në gjashme, në rrethonat të saktora, vlerësoj që Kosovë do të llogaritet ndër shtetet që është histori e suksesit. Unë jam për optimizm këtë drejtim, por që kur flasëm tek institucione dhe për fat jo të mire ana ekonomike, po është në mënyrë pasojë sjelljes të politikës që gjithmonë politika i më shumë ka kriju problem, se sa që i ka dha hapësirë thjesht zhvillimit ekonomik dhe përgjithësi ekonomisë. Edhe në këtë rast vlerësoj që fituesi zgjedhur, në këtë rast partia e parë, vlerësoj që duhet të jep rrugë kësaj pune që të krijon institucione sa më shpejt, për faktin që me një mënyrë të krijon parakushtet për investime, për mirëqenie, do ta kemi qartë që kur nuk ka institucione në fakt edhe krijuar një farë lloj shtrati edhe për kontrabandosit, për gjithë ata që e shkelin ligjin, sepse i gjithë fokusi i aparatit shtetëror dikun tjetër. Edhe kështu që në këtë drejtim vlerësoj që një hap e para duhet të krijuar institucionet për interes dhe perspektivë të vendit dhe të ekonomisë. Po zotëri Kadrioj, vota është duke shku me hapa mjaft ndaj, pra jemi duke u përballur me një qeverisje të ri të Trump, pra dhe shumë gjëra në botë kanë ndryshuar. Fakt rendi botror për fat jo të mira të ndryshuar me të madhe, dhe rendi botror nga ana
e interesa politike, unë më një mënyrë kam drejt pak me ngrit një shqetësim që nuk kemi me pas atë trajtim si Kosovë çfarë kemi pas më herët. Tash po shihet shumë politika, shubas, ka interes thjesht ekonomik tyre, interes të aman drejt, do të thotë nuk i ka shumë atë geostrategjinë e tyre, thjesht politike, pa në shkalu, normal, por më besoj që po i ka interesat e vetë e zotit Trump, që nështë në moment saktun nuk na pëlqen ne, po është mësu bota demokratike një pjesë e madhe shtetë në botë që me një familje shubat tjenë një farloj promotor, një farloj investusi, për shumë asin BE-s në shumë shtete, kështu që me një farmyra e po do tash më këthy vetë vetës dhe në fakt shtetet cilat i ka përkra, me një farmyra atë investim që i ka bë aty tash për mes taksa, me një farmyra. Na e marëm një sinjal, tarifën prej 10% pra që jërë. Në këtë pjesën e tarifës, në shumë së po dalëm prej temës, unë nërësoj që unë edhe me një emision tjetër e kom vlerësu që në fakt nuk është dashtë fare të ngritë dhe si problem nga ona Kosovës. Nëse është dashtë me hek atë tarif të Kosovës ndaj Shqipërisë, me hek me njëherë, po dhe tarifa e Shqipërisë ndaj Kosovës, vlerësoj që është një tarif vetëm kushtimisht krahasim me tjere të është simbolike dhe do të kemë qarë nëse flasë si ekonomist, gjithë eksporti i Kosovës më u lansun Shqipërisë, asë një orë nuk mund të furnizojmë një lagjet i New Yorkut dhe mos flasëm më shumë. Nëse flasëm që kemë disa eksportus të pijeve ose diçka të kafës ose diçka ose këtë me tekstil, kushtimisht mund me marrë me sa mund të furnizojnë. Të gjithë elane jonë, kështu që asë nuk dikon ku me ditë sa për mirë asë për keq, nëse që në këtë drejtim veç që ka qenë një luft katë mes dy institucione, president dhe qeveri, por që kur flasu të pjesë e institucioneve aktuale për më kryuar, në vlerësoj që do të ketë një presion të drejt nga mësë ndërkombëtar që të kryon institucionet, por si duket disponimi i mandatarit për kërministri që është liderive të vendosis, si duket më një familje ju ka parapri që me kryu probleme sepse ka qenë praktik që ai që i fiton zgjedhjen, në fakt ai me qenë më tolerant. Zakonisht partitë opozitare e sulmojnë ndoshta edhe vende pa vend fakt qeverinë. Për fat ju të mirë, në këtë zgjedhje më shumë ka ofendu kryeministri se sa partitë opozitare, e aq më shumë do të thotë në mbylljen e fushatës dhe me një konfirmimin e fitores natën e zgjedhjeve, në një mënyrë aty eskaloi situata më të madhe dhe në fakt kryeministri ja mbylli rrugë vetvete sepse asnjë njeri normal, do të thonë në një nivel të jo të lartë qytetar, por normal, një qytetar i vendit nuk ta lejon ty do të ta ofendon aq më shumë liderët politik, por që ndoshta kë e ka provu të qeverisurit dhe e ka po që nuk është letë të jesh do të lider dhe të jesh kryeministër i një vendi çfarë është Kosova dhe rrugtimi i Kosovës dhe si duket do të gjetë me çdo kusht pretekst në fakt me iksoj përgjegjësia, por unë që nga dalja rezultateve unë kam qenë dhe jam pro që partia fituese do ta ketë mandatën, do të bën zgjedhjet, jem shtet demokratik, për atë arsye në zgjedhje është e para. Kjo do të jep zgjidhje dhe me një farë do ta merr barrën dhe do ta kupton edhe liderive të vendosis që jem në një shtet demokratik, janë kriju parakushtet për shtet demokratik, pa marrë parasysh që liderive të vendosis dhe vetë vendosis gjithmonë e kanë anathemuar në fakt çdo institucion tonë dhe në fakt është më çesharake kur del do thotë kryeministri del vetë vendosja i fajson parti tjera dhe shfaqson vetveten që ato nuk përdojnë shtetën, nuk përdojnë institucionet, veç mundi me marrë me mend që ato bëma të vetë vendosë nuk janë para 100 vite, janë para 10 vite, dje si është sjella, ja? Do të thotë edhe me dashta nuk kanë ide për një opozitarizmu të vrasht sa den vetë vendosja me bë. Kështu që ta vetëm partitë opozitore nuk kanë komoditet vetëm opozit me bë që ka ditë vetë vendosja. E vetë vendosja nëse ka një sukses ka ditë baj opozit, por më sa po flas unë si ekonomist, vlerësoj që nëse çdo sa mund të ato të krekosëm, vlerësoj që nga ona ekonomike në gjanat e prekshmet, që në po, thot me të ardhë në pushtet është rritë inflacioni, është rrabë mirëqenja, nga dishmëria për të larguar nga vendi qytetarëve, vetëm është rritur çdo ditë më shumë, dhe as më shumë në këtë kohë, vend që ky do të një hap e para ta krijon qeverinë dhe në fakt i kthehet punës dhe në fakt i kthehet edhe perspektivës ekonomike dhe mirëqenies, po shihet që nuk ka disponim, po tenton me kriju disa lloj situata që ndoshta një profili i tij do të thotë nuk e ka problem se shkon edhe herë në zgjedhje dhe me çu një shtet çfarë është Kosova dhe herë në zgjedhjen këtë vit, vlerësoj që
nuk e ka komoditetin dhe unë jam edhe kam qenë pro asaj që mandatari i parë i kryen institucionet, por që tash mbetet shihet si do të jep zgjidhje, por ne jemi mësuar që thashë edhe gjatë bisedës që Kosova është mësu pak a shumë ta ketë një farë lloj presioni të mesëve ndërkombëtar. Uroj që edhe në këtë drejtim ta kemi një presion të drejtë, jem shumë të qartë, është s'po du me pas asnjë lloj presione të vrashta, por në kuptimin e drejtë, ne edhe jemi mësuar dhe është shumë normale nëse është një SBA, një Angli ose një shtet i Gjermanisë me dhënë një lloj zgjidhje, unë jam pro asaj. Tani më e fundit, presidentja e vendit është takuar me ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë. Po ashtu patëm edhe disa mesazhe nga Britania e Madhe, pra a ka fillu presioni ndërkombëtar, zotri Kasrati, tani, se deri më tani e kemi pasur një farë komoditeti, që ta formojmë vetë qeverinë, ndërka që e panën që nuk po mundemi pa ta, se jemi mësu çdo herë që të kemi një letër kërcënuese në një farë mënyrë nga ta. Po ne kemi realisht këtë pjesë me ardhin e Albin Kurtit, kryeministër dhe fitimit zgjedhjeve të tij, që po ne ishte në 50% praktika e zgjedhjeve jashtë ish-presidentit Rugova, i cili fitoi në masë të madhe nuk ka qenë dhe me formimin e qeverisë po në fundit që patëm që realisht ta peshojnë veten që janë në detyrë, ndonë se ligji nuk i njeh që janë në detyrë. Ja të dhanë edhe dorëheqje në farë mënyre. Realisht dorëheqja e shpjegova në aspektin ligjor nuk u përbush kushtet dhe vetë ligjit që e kanë nxjerrë këta, ndërsa sa përket presionin ndërkombëtar konsideroj që janë reduktu këtu me zotri Kurtin, për arsye se zotri Kurti ka pas një fuqi më të madhe në këtë qeverinë, tash përqyna qeverinë e kalume, ndërsa në qeveritë e tjera jemi realisht ka pas presione shumë dhaja dhe realisht ka pas imponime dhe direktiva të ndryshme për lloj-lloj ambasadave. Ato janë po mënej normale të marr për arsye se na jena një vend i cili jemi çliruar me ndihmën e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe me ndihmën e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, por ka qenë... Po, flasim për shlirimin e vendit, do ta kem qartë, do më si referencë edhe Evropa, kër është shliru për nazizmit, është shliru me ndihmën anglezëve dhe të Amerikës. Do më asë një shtet nuk është shliru për okupatori nuk e ka largu me forcave të anake. Po është se po të Kosova është një rast tjetër. Se e shof që të ne, tonë kohën thoi nuk kem shliru vetën, po nuk ka shtet i botës që ka hek okupatori vetën. Adin ta largojmë këtë farë. Arem, po pajtona, po rasti Kosovës është rast pak më sy generisë, dhe ashtu dhe në aspektin ligjor, realisht ka qenë deri vonë, presionet ndërkombëtare kanë qenë më prezente në qeveritë e kaluara, por ashtu se kemi pas ndryrë deri te zgjedhja e presidentit. Kto zotri Kurti i ka, kush po them që i ka balancu, por realisht i ka ndal. Te zotri Kurti presioni tash nuk po duam po mënej me mbrojt këtë drejtim, po presioni është më ndryshe te zotri Kurti. Te tjerë kemi pas raste që edhe janë përdor në emër të disa rasteve dhe kanë pas ndikim më të madh. Te zotri Kurti nuk i kemi ato dhe mendoj që është më i lirë sa i përket presionit ndërkombëtar dhe për herë të parë po vret që kemi një presion më të vogël. Shumica që shkojnë takon e presidentës dhe presidenti ka një rol në aspektin politik dhe ligjor në këtë fazë për të jap përkrahjen dhe të jap mbështetjen për të orientuar institucionet veçanërisht formimin e kuvendit të Kosovës, por në mënyrë që presionet janë më minimale. Po përgjithësia e tyre, që thanë edhe parafolësit këtë rast të parit, pasi është kërkesë minimaliste që ai ta formon ta paraqet kandidatën kryetar të kuvendit, ta paraqet edhe kandidatin për kryeministër, pasi janë edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese, por edhe ka fituar shumicën e kushtimisht jo shumicën e votave, por një pjesë bukur të madhe. Pasi edhe në anën tjetër opozita, nëse bëhen bashkërisht kanë mundësi mi bë numrat për me formu qeverinë. Edhe sjellja e liderëve opozitarë është pak sjellje pejorative konsideroj. Pengojnë formimin, konstituimin e kuvendit të Kosovës, ndërsa mes veti kanë pi kafe janë ul, por nuk kanë një marrëveshje. Zotri Lumiri është i barikadum, thotë unë janë një drejtën të parë, deri ka thonë që në asnjë formë nuk i në qeveri për arsye se unë jam hi me kartën për të qenë kryeministër, ndërsa në deklarimet e tij të fundit i ndroi pak a shumë muhabete që është normale se jemi të folë për politikë, si na të folë për matematikë, ato që më sjell gjithçka eksakte. Edhe thashë në të konsumohet e po e drejta e të parit. Nëse më vjen rani mu, dashta unë e marrë e formoj qeverinë. Po si duket edhe zotri Lumira Xhiku ka një frikë të madhe, por ashtu se roli i tij është jo një rol i mirë. Se historia e Lidhjes Demokratike të Kosovës që ka ardhur në 12% tash zotri Lumiri që e rriti me mjaft vështirësi në 18%, është si pasojë e koalicioneve të cilat janë bërë me
partitë opozitare kundërshtar me Partinë Demokratike kanë qenë divergjenca të mëdha dhe deri te akuzat për vrasje, ato janë publike dhe nuk kem nevojë me mshef, janë thy dhe LDK-ja ka pagu fakturën. Andaj ai është skeptik dhe është i rezervuar këtë drejtim Lumiri dhe është me asane asne. Shtrohet pyetja edhe nëse shkojnë në zgjedhje, përveç aspektit ekonomik, nëse kemi këtu profesorin, diku deri 2 milionë euro kushtojnë një parë zgjedhje, me 2 milionë euro na mund ta bëjmë një fabrikë. Por ta s'po folëm për çështjen e zhvillimit ekonomik të qeveri, realisht nuk kanë vetëm 2 milionë euro, po ka shpenzime të ndalet puna, ndalet aktiviteti. Ndalen vendimet, për arsye se qeveria është e kufizuar në vendimmarrje. Mund të marr vetëm vendime administrative, po jo vendime të mëdha që realisht kanë munguar dhe vendimet e mëdha në aspektin e zhvillimit ekonomik nuk ka që kena pas ndaj progres të madh. Rritja e çmimeve normal ka qenë si rezultat i pandemisë, inflacionit që ka prej këtë Evropën dhe këtë botën. Tash aty duhet të jemi pak po më konsideroj pak të balancuar sa i përket kritikës, por s'ka pas hapa konkret sa i përket zhvillimit të infrastrukturës, fabrikave edhe gjërave tjera. Pra ka qenë një qeveri e cila ka stagnuar dhe fokusin e ka pas në pjesën e veriut, që konsideroj aty ka pas një rezultat theksuar për arsye se ka vendosur rand më shumë, një kontroll më shumë, kemi hapje të bizneseve, kemi shpartallim ose po më grupeve kriminale dhe kemi akt akuzën tash që është ngritë sfundin nga gjykata. Pra thjesht se kuptoj, edhe partitë opozitare, nëse shkojnë në zgjedhje, pavarësisht rezultatet kanë me qenë të ngjashme. Lëvizja vetëvendosur ka gjasa me këtë çasti bllokuese të qytetarët të shihet si pengesë dhe të vazhdon rrëmja. Po edhe në anën tjetër LDK-ja nuk e di çfarë pritje ka, po në LDK-ja që me këtë situatë, me këtë leadership ka me dalë në 30% ose ka me fitu këtë zgjedhjet, është ka gjë shumë problematike. Po në këtë drejtim për me jep edhe një vlerësim sakt. Do si ishte apret që të shumë? Jo, me shtu, vetëm, po, më një farë mirë, po, e përqeja dhe ndaj mendimin me të ndëruarën, po fletë në të kuptimin idealis. E nëse plasëm në Kosovë, vetëm ideale nuk ka pas në të bërit politikat, shumë qarta. Nëse presëm për partive opozitare që t'jem në të kuptimin korrekt, t'jem konstruktiv, orë diçka që vetëm të vendosje s'ko drejt fakt kërkan. Kem drejt krejt në të kërkujmë për i partive opozitare, me mënyrë që t'i shtyjnë proceset për pare, institucionet le të kryonë krejt, po vetëm vetë vendosje dhe lideri vetë vendosje nuk ko drejt kërkan. Nuk ko drejt as të shfajsot, as t'i akuzon dhe t'i kërkan nga ato se dihet e kaluar atyre kur kanë qenë në opozit. Dhe këtë pjesën përmenet që t'jem më të balancuar në pjesën e kritikës të ekonomisë, nëse çdo gjë, unë nuk kam drejt me folë pjesën e ekonomisë, vlerësoj që unë edhe parti tjera kur kanë qenë pushtet, kam qenë fakt kritik edhe në të kuptim pak kur fa në ngarkesë, po në këtë rast, vlerësoj që ekonomia flet me shifra nëse kërkosin që kanë mush buxhetin me dogan, pra para 4-5 vite ka thonë që në mush buxhetin përmes tatimeve të prodhimit vendor. Kë ka mush përmes doganës, po ka mush përmes importit, që në fakt ta ka ngulfat prodhimin vendor që sot në tregun vendor, dhe të nuk vrehet më produsi vendor fare, dhe të kanë probleme ato. Disa prej tyre dhe janë mbyllë. Po, dhe të kanë falimentu, ndërsa kjo është kërkoset dhe është dalë shumë herë qeveria dhe Ministri Finansëve që... Kur s'ka qenë një kilogram speca me shku 4 herë ose 5 herë. Dejnë 5-6 herë, 7 herë. Me një fjallë është bo luks më hongër speca. është diçka që... Si më hongër mesht? A nonën tjetër, donacionet për Ministrisë Bujqësisë nuk ndalen. Po nuk jep llogari kurkush, nëse e jep një donacion, këtë venet e zhvillume kanë e jep donacionin, po ndikon në çmim. Morë edhe tjetra është që momentin që keni ndëgjuar shumë herë me rrit më i madh se sa shumë. Ish ministër në detyrë s'pëdi ministrin e Bujqësisë, nuk e di tash nga ana juridike. Nga ana juridike a janë ende ministra në detyrë ja. Ajo detyrë është për arsye se nuk po e liron, nuk po e liron detyrën ndërsa vendimi mos po pengon ajo. Leton detyrë, por e keni ndëgju duke deklaru që unë kam punu ma shumë se gjithë ministrë, ma shumë se gjithë ministrë të tjerë bashkë në pjesën e bujqësisë, por ku flasëm në ekonomi, është diçka shumë e qartë. Momentin ty që ta mbi popullon importit, përshijet që ti ato investimit të nështë e ke ba, po nuk kanë reflektu, do të thot, në fuqizim të rëdhimit vendor që edhe i dërur... Kemi pak edhe, falë prof që po të ndërpeje, kemi pak edhe një kësh për dërim, ndashta edhe për plot produzët, tash mos të egzagjerojnë ndashta në emision, për arsye se kostën e mallit që peshesin nuk përkon me kostën e prodhimit atij malli dhe menjëherë i kanë rritur punë çmimet dhe janë të i marrin të shfrytzu këtë farë situate dhe nuk janë të ullë çmimet. Aty do të bëhet realizëm më e thokë. Nëse merr unë kjo shumë i qartë, nëse merr fare për shtetit, çato parë do të më konvertu në çmim.
Me prodhimin... Po të çmimi prodhimit, i shitjes në treg. Nëse A ti ke ka marrë një 100.000 euro nuk ka logjik, me 100.000 euro ti mi marrë edhe 100.000 euro për tatimit tem edhe të juvit, edhe në anën tjetër me rrit çmimi, nuk ka logjik. Në gjitha vendet, për shembull e shoh te bujqësia, 1 litër çum është më i lirë në Gjermani dhe në Austri sa në Kosovë. Ka arsye ekonomike atje se mas pari... Për shembull, kur punëtori paguhet më shumë, tatimi është më i lartë, fuqia punëtore mundet me qenë ndoshta edhe niveli papunësisë është më i ulët se tek ne, po çmimi është më i lirë se tek ne. Kema cila është arsye ekonomike në ekonominë e tregut, sa më shumë prodhime dhe masivitetin prodhim atje, ka shumë prodhues dhe ka shumë elan, edhe në fakt oferta... Po që shkan ardhur deri te çato prodhime? Ma në diçka, ta krasum në Gjermani, në Francën, me ne. Fabrika të vajtë, prodhues të bujqësia, edhe në diçka, ta kanë edhe traditë, që ta thash, masiviteti i tyre, i prodhimi i tyre, shumë i madhë, që në fakt dalin me shpim të arsyrë shumë. E ne, në fakt, ne shumë pak e kemë prodhimin. Ti si ekonomist e din, edhe juristi e din, tek ne po bëhet është një trik në ekonomi, dhe më thonën, nuk është 1 litër i vajt, po është 10 mililitra. Edhe kjo është një abuzimi tek prodhuesit edhe në gramazh edhe në litër, po. Edhe në litër edhe në gramazh. Ti do të marrë me to. Ka shumë raste, shkon e blen litrën e vajit, po realisht nuk ka 1 litër vaj, po është ma pak se 1 litër. Nëse flasëm për me blen me litrë dhe me vaj, ka manipulem aty, edhe këto ka abuzime një vaj. Ama këto është tani hinë ndërhym nga agencioni që është avokat. Avukit du të më. Inspekcioni du të më. Ja, është në kuadrë të Ministrisë Drejtësisë, Inspektorati i Tregut, por realisht këto rrjetet organizume nuk ndodhin këto për arsye se vaji mbi 90% është import. Dhe amballazhe gjithë ato tregojnë sa litra i ka dhe ja përputhet me pagesën që bën, po është përpunës përpunës të Kosovës. Nuk të përmeni me emna, has produkte, po nuk po du se në televizion. Edhe për 20 vite që veru të kërume, nuk kanë investu në industri, nuk kanë investu në fabrika, për 4 vite është problem, dhe është ekonomia. Fabrikat e Gjiljanit ju për markete, ju shqit fabrikat e ju mbo markete të mëdhaja, o mbyll fabrika ose ju shkon ndër të miliard. Dhe mund të ka dhënë që s'ka po strategji. Qeverive po ne të kalume, jo i kësaj. Ka dhe rastet mira të privatizimeve. Nuk përfaqësohet si qeveri, po dhe mund kryesisht ju shit kohën e UNMIK-ut. Privatizimi më i madh ka ndodhur në kohën e UNMIK-ut. Për vitit 2000 deri 2007, 2010 sa ka qenë kompetencë e UNMIK-ut. Atë nuk e ka pyet kërkan hiç. Pe Kosovës, ato e kanë shit që kanë dorë. Pas një kriter ju shiten. Nuk ka mundësi. Gjithmonë bordi ka qenë prej kosovarëve. Jo, kanë vendosur ndërkombëtarët. Indianët si kanë Kanë vendosur. Po shqiptarët kanë ble, po kanë vendosur dikush tjetër. Nëse më në pak kam kompetencë kam se edhe ligjëreni lanë në lidhe me këta. Se kaluam çështjen e kuvendit. Si duket prova në ngreja ne. Jo, pjesa e politika të zhvillimit, jo që të kemë një vi, por pa në të mua dhe pa më një farë pa ja falë gabimet askujt. Edhe qeverit kalunë kam pos plot kritika dhe ka pos dhe nëse rezultat i gabimeve ty në shortë kjanë pushtet, jem shumë të qartë. Por, kur flasëm tek privatizimin, nuk di sa qytetari dhe opinioni edhin. Deri në 2008 sa ka qenë UNMIK-u, edhe nëse kanë qenë antar, edhe nëse kanë qenë pjesëmarrës 3 ministra i sindikatës, në fakt fare nuk kanë pas ndikim. Do të thotë ka gjana që në kohën e UNMIK-ut edhe më sa është shumë rëndësi për opinionin kur është kry mandati edhe jakëmës, se di sa adin do të thotë mediat në atë kohë kanë përcjell që i kanë ndjekë edhe dokumentet ata në kohën e UNMIK-ut. Nuk kanë dorëzuar. Do të thotë AKM-ja do të dokumentacioni ty në është do të thotë se ata dinë se çka kanë bë, ka pas do të thotë shkelje ty në flagrante para mendoj në atë kohë ka ndodhur që një ish drejtor në kodrë të UNMIK-u, një Amerikan ka dashur me dhënë një lloj ideje për privatizim më të mirë se Slovenia dhe Kina dhe Rusia në atë kohë kanë ndikuar që është qytë një dokument letra a bardhë në atë kohë edhe e kanë heshtë për fatë se kanë posë demokraci ki 2 duhur më shumë edhe e kanë largu, sa që thuhet se edhe i drejtori është largu nga pozita në kone UNMIK-ut, po flasëm, do të thotë në 2001-2002, do të thotë që mund në marrë me mend që Kosova ka qenë hala duke u mërmetu më... Jo, edhe imi konë na aot kemi qonë në kitë pjesë. Kemë posë organizim që për fatë jo të mirë edhe privatizimin e kanë bo, ka shumë, për shembull spin-offe speciale, ka do të thotë nuk ka pas bazë ekonomike të ekonomisë tregut, për shembull, ju më qitë për shembull një X fabrikës, për shembull një qitë një vlerë 2 milion euro dhe
kush jep pare ma shumë për me ble. Këta di se kanë qitë vlerën 0, pesoj 0 cili jep ofertën. Edhe janë bo 3 vetë, unë e të edhaj, edhe diçka qitë fabrikun për ble, ju jepni do vlerë ma pak, unë ma shumë, unë jep 1.500.000, e ble, ju jeni pak, si farlej, gjona kanë do të kone unë mikut. Pa i shfajsu edhe në atë kohë që kanë qenë akteret edhe partit që kanë qenë atë kohë, se thash se rezultat i gabime të tyna janë arka, por e përmendi edhe parafojt që ta për 4 vjetë zbat. Jem shumë qarë që demokraci potencialisht 20 vjetë, që në demokraci s'ta jep kërkush mandatin për shumë 20 vjetë. Edhe tash kuj ka pretendu që ta marrë një farloj pushtetin ma gjatë, po shqit që në tretën, do thotë me njera ato pas probleme, tash demokraci s'ta jep ty 50 vite pushtet. Saf, na e diskutum për i këthejmi prapë politikos dhe për ekonomisë. Po du të kisha dosh me dit, a kemi me pas të shtunën një qeveri, apo kemi me vazhdu kështu me pauza? Po, Bekimi besoj që këse profet sa. Jo, profet jo, se a do t'i kenë votat ata, apo jo, do të vazhdojnë kështu. Me që të rukëtim që është të shku, me sa lezova dikon është shku në gjykatë kushtetuse, interpretimi i seancës sotshme, nuk besoj që ka me pas qeverit shtunën, nuk besoj, sepse numrat janë të lëviz, nuk ka aroganca e numrave të mëdhej, nuk po do me kriju komoditet për me kriju një qeveri. A i ka vendosje votat, a për këtë arsye për banë këtë zhalitë? I ka 28 vota, po që kjo aroganca e numra pe kryon jo afërsin me partit, me subjekte tjera. Duhet me ditë një sen, nuk ka rëndësia i pari, a i dyti, po me rëndësi dush mi kriju numrat e mjaftushëm për me kriju një qeveri. Dhe më thonën, kjo nuk e dia ka kuptu kryeministri aktual, gambimet e qeverive të kalume, vota e revoltës është kriju, të mënë, 50% ose 42% që ka sot qeveria aktuale. Kjo, nëse vazhdon, me këtë kokë forsi, me arogancën në raport me të tjerët, normal që ka me pas ramje. Sepse, pavarësisht që subjekte tjera në nivele lokale nuk janë të gatshëm me kriju atmosfera që me pas ndryshimet mëdhaja. Si i shoh disa subjekte në disa komunë, në disa, nuk po them gjithat, nuk kanë emra adekuat që kanë me garu për zgjedhjet lokale. Kjo të dosh me shfryzu që të hapësirë. Zotëri Kuvët e kanë hatë këtë hapësirë dhe aty të godit. Domethënë ideja edhe interesat i ka kryesisht janë për zgjedhjet lokale të përgatitur, sepse disa subjekte nuk janë të gatshëm, nuk kanë kriju atmosferë të mirë në komuna për me garu, për me marrë me udhëheq një komunë. Nuk po flasëm për komunën e Prizrenit, Ferizajt, të Ferizajt dhe diku ku ka pas zhvillim. Edhe Soarekës, nëse nuk ka bëj, edhe Fushë Kosovës, kanë ndryshime pozitive. Në komuna tjera, ditë që është. Domethënë, ka pas blokazhe. Zotri Kurti ka një handicap aty se përket listës të kandidatëve që kanë problemi. Kryetarët komunave. Këshire Prishtinën, këshire Prishtinën, ideja është lufta të bu për Prishtinën. E para është lufta të dosh më bu për Prishtinën. është një dallim shumë i madh. Konjufsa do t'jetë kandidat për kryetarët komunës? Nuk e dim derisa caktohet, po si do të qoftë Konjufsa në një pisudime, o pe djemë shumë të zot, oni besoj që është ka me qenë udhëhes që ka qenë kuvend, po ai nuk e ka atë lirin që ai me funksionu që është do të me funksionu, sepse dikush tjetër vendos. Ai është zotëri Konjufsa në shkenca politike, apo? Jo. Në përvojë ka në manageriale. Filozofin e ka të kryme. Visar, e njof si djallë, ose dëshmimi ti për është të rritë komunës, është bajnë me pjesën e rritë intelektuale, po nuk sa pragmatikë. Ju që është rritë një politikë. Kryetarët e komunave, është ma shumë pjesë administrative menageriale, se jo politike. Ka munges aty. Ka pas kryetar komunë dhe me shkollë të mesme. Ka qenë me shkollë në Kosovë kjo. Ka pas kryetar komunë veç me shkollë të mesme. Mirë, po që ka qenë edhe performanca... Kalumë ka pas nuk ka ndalume. Dalë me shkollë fillore. Nuk është ndalume, po nuk do është me diskutu figurën e zotërit Konjufsa, po veç kemi kashtë eksperimentin me përparim Ramën, i cili vjen këtu do është monale. Po realisht të regon që nuk besoj përvoj edhe nuk ka zhvillim në Prishtinë. Zotëri përparim Rama ka probleme serioze me udhëheqjen e Prishtinës, sepse nuk ka dashni për Prishtinën. Ai dashnin e ka se ka lind, po e ka mungesën e përvojës dhe ekipit. Për me dash një qytet, du të me zhvillu. Dhe më nëse o lind Londër, nëse thot ka jetu në Londër, e din që funksionon një qytet funksional.
Oke, ka qenë vetëm propagandë politike, Ludokës. Ka mundësi me kriju gjithatë qesh në Prishtinë dhe mos me arrit me kriju një transport publik funksionar. Ja, e ka shansën me blloku rrugë, mos me qelë rrugë të reja dhe me done bicikla me lexu libra në komunikacion. Jo, Prishtina ka nevojë për transport më të mirë publik, jo trena. Jo, më falni, jo veç autobusa, po tramvaj i mungon Prishtinës. Nëse unë vej për një qyteti tjetër, ti ose dikush tjetër që vjen për një qyteti tjetër në Prishtinë, detyrimisht do të më shku deri në qendër me vetur, se nuk ka ideja kryetare të Prishtinës ka qenë një përurje pejzazhit, i cili është i shkolluar dhe ka arkitekturën në shtetin anglisë dhe Prishtinës, realisht i mungon edhe ajo pjesë, po na kemi degradimi. Pavarësisht është arkitekt, vetëm me përparimin. Ka ndodhur në kohën e lëvizjes vetvendosje, ku e kanë vendosur Shpendin, e ka pasur një farë suksesi, po realisht nuk është dëshmu lëvizja vetvendosje edhe në për komuna. Shpendi ka pas vetë një sukses me do koja të Prishtinës që ka vendosur. Asnjë sukses. Ka pas pastaj u ndajtën me zveti edhe u kriju edhe ajo mbrana partisë. Krena kemi edhe zotrin përparim Rama, i cili ende 4 vjet i ka bën si komunist njerëz që ka thonë që antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Do të thosh tash që ka më kone farë problemi. Jo është problem se po çet partia dhe unë e di që ka pas edhe konflikte, debate tashmë brenda partisë. Ty kurse pranën partia që ka politike ka nështë problem për nga ona në interes të qytetarëve që punojnë. Po drejtorat i ka të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E ki zotin Zoga i cili ka qenë nën kryetar, tash është zgjedh deputet ka qenë dhe vret aty që nuk ka pas një kohezion dhe një komunikim mjaft mirë mes drejtorave dhe tina. Deri ka pas edhe shkarkime. Unë nuk shoh që Prishtina ka pas një funksionim të mirë. Nuk e di që 12 vjet po bëhen, 12 vjet që ka një zhvillim Prishtina. Pak rëshetë ma për në temën komunale, po më në shkas, pasi Visak, i ki që 12 vjet Prishtina është e bloku mas një zhvillim se ka, si krye qytet. Zhvillimi i fundit është rreth i poshtë, që hyn për fush Kosovës, cilën... Ja, kanë bërë një rreth e rrugat C. Ja, kanë shtu për një... Zhvillim të madh, nuk po them zhvillim të vogël. Kuptimin pejorativ. Po, unë nuk moj me për 12 vjet që ka një ndryshim që është bën Prishtinë. Nuk ka vizion përveç zotit Mustafa, realisht që ka është arkitekt më të madh në zgjerimin e rrugëve dhe atë thash. Ky ka qenë në arkitekt, por nuk ka qenë vizionar. Po ne Mustafës faktikisht ka pas një zhvillim më të madh, ka pas një zhvillim më të madh. Ta kemi qartë që më zor është me udhëheq një komunë Prishtinës se sa problem me qytetar me kërkesa ditore, vërtet. Ishim çështjes politike, e pamë edhe zotri Adem Hoxha pra që kaloi në AK tashmë zyrtarisht. Ka kaluar në AK, unë konsideroj që ka qenë lobimi shumë i madh për arsye se Aleanca për Armimin e Kosovës ka pat një tradhti politike nga zotri Limaj, ku ata kanë hyrë bashkërisht, kanë pas një marrëveshje parimore, ajo nuk ka obligim ligjor, s'është marrëveshje politike, ajo mund të prishet, por në anën morale politike, jo tradhti ajo. Zotri Limaj nëse bashkohet me lëvizje vetvendosje është rati për ashtu se ka dalë zotri Limaj e ka shalë Kurti sa ka mujt. Ka dalë me zotri Ramosh Haradini, ka lyp vota. Ama zotri Gatsratin është e ka pasë që nuk ka dalë mirë. Është një cikël i ri në Kosovë. Tradhti politike. Tradhti politike. Duhet me qenë një cikël i ri për mu majt fjalë që thonë gjatë zgjedhjeve. Nuk mund me him me dikën me siguru karikën dhe me dalë pastaj të më rreshtu në taborin e vet. Në aspektin politik nuk konsideroj që edhe ky zoti Limaj, Bedri Hamza, zoti Limaj nuk kanë pas shumë konfrontim me Kurtin. Më shumë ka pas zoti Haradini edhe Lumiri me zoti Kurti. Zoti Limaj ka qenë pjesë me Ramushin, ka qenë konfrontim shumë i madh. Edhe zoti Limaj ka thonë që Albin Kurti është e keqja e Kosovës. Ku gjatë shujtë pe lëvizjes. Ka dalë me kandidu vet. Pa i ka thonë edhe bashkëqit me zoti Ramushin. E ka pa nisma vetën se çish ka dalë këto zgjidhje. Për mos kish kalu progën në fore. Po dashta Aleanca. Aleanca përsëri kish pas në rast me mirëmbajtje deri në 6-7%, por këtu dami nuk është dami vetëm politik që ka bërë Aleancës, por ashtu zoti Limaj bashkëqytet, po ka meta pa grup parlamentar, nuk përfaqësohet në komisione. Pra metën vetëm deputet thjesht. Andaj Aleanca për Armimin e Kosovës ka jetike me marrë deputet, me formu grupin parlamentar dhe më përfaqësu komisione. Se i bjen fuqia politike dhe zgjedhjet tjera dhe Aleanca rrezikon nëse vazhdon ky tempo, mundet me rreziku me kalu pragën, do nëse është parti më e madhe ka komuna. Ndërsa nisma nëse nuk vazhdon me vetvendosjen atëherë ku ka më. Këto është loja e zotrit Limajt. Të zgjedhjet kryeparlamentar dhe në zgjedhjet tjera ti premton Kurti që do ta merr në xhirin e tij, të paktën të kalojnë 3 deputet, se zoti Limaj përmes nismës dhe dinçaj shumë ka problematike 6-7 deputet të siguron ulset pa u bashkangjit me një politik madhe. Në aspektin politik zoti Limaj në këtë po thoj në këtë tavolinë shaut është kalun mirë. Po në anën tjetër ka lyp vota me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe në sytë e mi unë konsideroj që është një tradhti politike. Visak, nëse ka fushat, nëse shkojmë në një fushat, kush i beson zotri Limët me marrën? Ka lënë me Albin Kurtin, po kalojnë edhe këngëtar. Po, darsëm, ave po kalojnë. E boj me darsëm. Po, në kuvend edhe ashtu është po si darsëm në periudhën e fundit. Ashtë ka një këngëtare, kështu që mund me kënu.
nuk ka qenë atraktiv për vendime ose për ligje. E Lima, një sen që për mu ka qenë shumë çudi, Lima ka qenë shumë i ri, mi thonë ka herët fund karrierës vetë politike me hapat ngutshëm. Kom prit ma shumë për Limës, o nuk e shoh shumë tradhti, po ma shumë e shoh që nesër kush kam i besu zotërit Limës me pas në listën e vetë. A mo qysh i besoj vetë vendosja kur s'kalon fjalë pa i thonë zotëri Limaj? Jo këton, ka dalë me akuza ma një mjaftë të rana. Pej grupit parë ose PVV-s, edhe prej Limës vazhdimisht ka pas të shara mes veti. Sidomos Lima ka qenë target i akuzat të korupcionit, e të keqës, e gjitha, për vetë vendosë. O nuk e di cila ka me qenë arsyeja nesër, mi besu zotëri Kurti Limës nëse ka qujtë hajnë, edhe votuesit i besojnë zotëri Kurtit. Që tone qysh ka me... Kur një persone ka etiketu mas shumë për korupcion, e me në zhjilin e vetë. Unë kemi bjond të... Amo, që kjo qysh ka me kriju qeveri, me dika që e kisha të në kohë. Ta shumë boj mirë. Unë jam me rezervu në këtë drejtim për faktin që e dim mas lufte edhe LDK edhe PDK, AKja krejt kanë pas akuza, kundër akuza kanë bërë qeveria, edhe këto, për mu ka qenë e pranueshme për shembull akuzat kundër akuzat deri natën e zgjedhjeve, zoti Kurti që ka ofenduar diçka ka qenë e papranueshme për asnjë. Kjo ka qenë për mu do të thotë më keqe që ka ndodhur gjatë gjithë fushatës. Këto të tjerët për mu ka qenë kodër të atmosferës së fushatës dhe është shumë e natyrshme. Këtë pjesën që tradhtia nuk e di bre këtë. Tradhtia politike ndryshe, profesor Brina s'ka. Tash nëse I me të ki boni koalicion për me shfutu mi marë 2-3 deputet, kënina i ka nimu edhe aleancë zotëri Lima në drejtim. Tash apo dojna me cilësu politikën diçka më shumë moral a interes politik. Ose unë lërse pëse s'jam... O minimalisht duhet të respektuar marrëveshjet e koalicionit. Nuk është ne farë morali i madh politikaj. është sem bazik që duhet të respektuar. Ata me qëfikon Mustafa ka idenë me bo qka dush, masit kryet gjithë. Jo, Mustafa ka mirë, me një kuptim kur ka bo qeverisje të përbashkët mes LDK-s, aliancës fillim, edhe manej PDK-s, kur gjdo fushat, jo mas fushatët shumë këto zëra, ja kozojnë PDK në kanë vrasë. Alianca dhe LDK kanë pas koalicion të natyrshëm. Bisar, vështë ta përfundoj se nuk du me ta... PDK, LDK më është më konsideru si koalicion një natyrshëm. Apo ta elaboroj... Deri gatin mbyllet partisë. Apo ta elaboroj se peshop që ka kesh kuptime dhe nuk jom... që kom qep më shty, sepse nuk është... Do më thonë, një kodë gjatë, do më thonë, ma shumë se 20 vite, regullisht është akuzu PDK për në vrasin për LDK-s, edhe regullisht LDK ka pas pozitën e ministrit mbrëmshëm, kryeministrit, ministrit drejtësisë, kur nuk i ka hetu këto rase me vërtetu, sepse nuk ju kohë reale, sepse nuk ka qenë LDK sinqer në qëtë raport me njerëz të luftës, sepse nuk e ka analizu... Ka marrë fakturën e kësaj. Nuk e ka analizu, tani dalim këto, nuk e ka analizu që vraset politike në ditë kush e bon Kosovë. Hala ka gështë Serbia që për interesat veta vret që më kap shqiptarët me zveti, edhe nuk o analizu pas një institucioni, as një padi reale nuk o shku me hulumtu një rast që është vra për filonit ose për filonit. Ka pas akuza veç gjatë fushatës, mas fushatës që nullë akuzat. Kjo është për mua çuditshme. Kjo për mua shumë e çuditshme, tregon që po LDK ka pagu këtë fakturë në raport me PDK-n. E paguajti edhe fakturën në raport me VV-n, domthonë këto loja që i mbot mbrëmshme me akuzat mbrëmshme. E po, në raport me VV-n është ra, në koalicion me VV-n është ra, LDK më shumë të ka pas humbje kur hyn në koalicion me VV-n. Me PDK nuk ka pas kon ramjet më dhaja. Raport me PDK nuk ka pas kon ramjet. Lidhës Demokratike të Kosovës e ki gabim me lëvizjen vendore. Ne nuk jemi të folë emocionalisht, ne të folë si pasojë e rrethana. Analizojmë rrethanat. Unë s'po të las emocionalisht kuptimin se e di kom qenë atë parti, edhe di çka është zhvillu. Pasojat kanë qenë më të mëdha të vendimit të zotit Agim Veliu, që i bashkangjitet vetë presidentit Hashim Thaçi, që tregohet destruktiv në kohën e pandemisë. Aty ka qenë një leadership tjetër Lidhës Demokratike të Kosovës, i cili realisht tash edhe përmes zotit Abdullah Hoti, i cili mendoj që nuk ka kredo me kritiku Lumir Abdixhikën për arsye se është në establishmentin e vjetër të Lidhës Demokratike të Kosovës që ka prunë në 12% dhe që ka pritë api Lumir Abdixhikët me shumë në 50%, pa i mjaft shumë e ka rritë, se ka rritë me 70.000 vota, gati 70% e ka rritë. Do të ki bashkëqeveris me partitë cilat shtetet janë akuzu mas luftës edhe për vrasje. Për vrasje kryesisht. Edhe tash po det për kritikon të kryetarin e partisë, po ti s'ke bë kurrë, duhet leadership i ri. Po ti zotni çka ke bë pra, që ke qenë pjesë me zotrin Mustafën Magim Veliun edhe me këta të tjerë. Në këtë sens po më të rreshani paralele. Abdullah Hoti ka qenë këshilltar. Parimisht po pajtohemi. Abdullah Hoti ka qenë fillimisht këshilltar i Agim Veliut sa ka qenë ministri i arsimit. Qeverinë e parë.
kur Agim Veliu ka Agim Veliu e ka marrë ministri i vllahotën dhe zotërisë Ka Mustafa. qenë ministri i arsimit. Aty si shorthish. Ne i dim në atë periudhën kur isha kryetari i Unionit studentë të fakultetit filozofik, vazhdimisht kem pas probleme me fakturat e çmimit të semestrit që tash më diskutohet shumë banale. Çet periudhë, po në atë periudhë është diskutuar që ka qenë shumë vitale mas luftës. Më rrit një semestër në raport me çmimet e Evropës, jo të rajonit, që s'ka pas logjik. Po, pe këtë kryeministra, domthon i pari kryeministër ka qenë që është taku me zotin Trump, është Abdullah Hoti, takim qartë. Nuk ka përmet që zotëri Abdullah Hoti se emër i përvetshëm. Aty ka qenë ritëm, aty ka qenë kryeministri i vendit, po Amerikës për me ndërhyrë në situatën Kosovë. Nuk jam përmirësuar gjitha figurat, po është për me ndërhyrë. Noja është grupi i Amerikës, zotëri Abdullah Hoti ka qelluar aksidentalisht kryeministër. Më shtin hoj profesorin Hoti. Në aspektin si profesor mund të jetë më i mirë se s'kam qenë student i tij. Ai ka qenë aksidentalisht se zotëri Mustafa për arsye shëndetësore dhe realisht po më në dëmtimit në aspektin politik shepat me koalicion, po të vjen ka qenë zotëri Abdullah Hotin si figurë, si pion i tij. As vendimet vetë si ka marrë zonja Vlora Dumoshi dhe ish kryeministri Mustafa. Ai s'ka vendosur vetë. Isa Mustafa është dëmtuar për vetë LDK-s. Që ka qenë gabimi i LDK-s me dëmtu një profesor dhe një... Pse ka dëmtuar, vetë është tërheq i verum. Ja, është dëmtu... Shëndetet rrethoj, sa për të kishtu. Lumiri si kisha rane muzio. Nëse Mustafa kisheni mirë me shëndet. Problemet e mbrëmshme mes Vjosës, Isës, Agimit e të tjerëve ushtarë që kjo ka Mos dëlum prej te. Nëse po, klasëm dhe ka ardhur. Ai shumë këthy edhe në fillim para se me vazhdu seanca, pra u pan OVL që kë në hyrje. Nëse jem nga fundi që vazhdojnë të tjerë, unë gjithmonë jam pro për më kriju institucionet, sepse është interesi i shtetit, i qytetarëve, i ekonomisë. Tash me këto kush bën çka bën, mund ta merrem mend që edhe te klerikët fetar thotë ki kësi lloj abuzimi interese, mos flasim politikë, nëse flasim për idealizma, na mund të kemi dëshira, por të jem shumë të qartë, më rëndësish me kriju një qeveri dhe kur të krijohet një qeveri, s'paku për atë muaj ose vite, vlerë se që është ma mirë se sa mësë me pos fare. Unë jam për një qeveri ma mirë të dopt se sa fare të qeveri. Sepse ne dim që edhe kur ka qenë edhe kryeministri Zoti Thaçi në fillim e ka pas me LDK-n një qeveri të fuqishme, tani me akërën, me këto ditë këto problemet. Gjithatë na duhet një qeveri. Është shumë e natyrshme në politikën e Kosovës me pas edhe kësi lloj. Unë për mua është më rëndësi të i bën gjatë një vota, të kalan, të krijon institucionet, për mua është kjo më rëndësi. Tash nëse flasëm për me kërku në të ardhmen apo qeverisin mirë, diçka që mësë të kryuat qeveria, ne prapim këto, do që shohëm diçka të dhëtë me ngritë shtetësem vrejtë. Si të shohëm mujnë me konstatu që nuk i ka numrat, zotri Kurti aktualisht sa po flasët, por ndryshe kishty për para agendën politike dhe formimin institucional është padyshim në interes të keq qytetarëve për më formu institucionet dhe më vazhdu jetën në Kosovë, veçanërisht këtë situatë kur kemi rritje të çmimeve, e tha shumë mirë parafolse që rritja e çmimeve të rrymës nuk është që na kena paguar fakturë të rrymës, kemi paguar bukë, miell, sheqer dhe kretë produktet bazike. Nuk është vetëm rrymë. Isar, para se me fillu kuvendi Kosovës u pan, OVL që kishin dalë para kuvendit edhe kërkonin në një nënshkrim për gjitha pa drejtësi që u bën nga gjykata speciale atje. Po, disa prej tyre prej deputetëve marrën në nënshkrytën, madje prej deputetëve të PDK-s dalën kështu të vullnetarisht dhe në nënshkrytën me një herë atë për atë. Ndërkaq kryeministri Kurti u pa që me një arrogancë goxha të madhe i te i kaloi ata, madje as nuk ju folimi, nuk i përshëndeti me një farë. Farë që do shto për ndërhyjë më herët, te organizatat OVL-s, është një, dikush është me një sy tjetër, dikush me një sy tjetër. Është e vetme kategori që në Kosovë është ma shkeluna. Në vendet e zhvillume, se cilit veteran e ka një penzion dinitetshëm. Këta as nuk kanë penzion, as shërbime serioze dinitetshme nuk i kanë. Gjithat edhe në këtë qëri e pati një trajtim jo... Unë sot, pas djem të mirë që kam i dalë përballë Serbisë, me pak armatim, përballë një fuqie, një shteti shumë të fuqishëm me ushtëri të rregullt, me armatim trashëgim për Jugosllavisë, me aeroplana, me raketa, këto kanë pasën armë më të madhe kanë pasën. Një raket hedhës shumë të vogël që s'u shku as në 200 metra nuk shkon, edhe guzimin e këtyna as njerë nuk ka shpërblim as luftës. Për mua shumë shtetësim nëse nesër ndodh një luftë, runa zot pikë këtyna vrathonat luftës, kush ka me marë me dalë në front nëse na nuk i trajtojmë mirë veterant e UÇK-s. Sot, një fëmijë tyna, qysh ka me folë me kranari. Një për rasëve, me një ligjerat ku isha, kur ko folë për pjesën e luftës, disa nxënësa kanë qenë aty që nuk folëshin, nuk të regojshin që i kem
prind pjesë e luftës, sepse tha, këshërën televizion e tha gjithë pishojnë pjesën ish ushtarë të shëkës. Për mu ka që shumë shqetësim. Një përfrajë në mas madhe kanë vlerat e luftës. Nuk është respektu sa do. Në lidhje me këta, me atë peticion që është bu, unë personalisht kam një respekt për zotin Asim Haradinaj, për ashtu se ja kam dëgju historinë tjetër që në moshë majri, për kam dëgju që ka qenë vazhdimisht i përsekuptu, a ka pas shkelje në gjykatën speciale sa përket lirive drejtave dhe pjesës penale dhe kodit të procedurës penale, pasi qeverizët me ligjet tona, me kodin penal dhe me kodin procedurës penale nuk ka fjalë. E kemi rastin e zotit ish presidentit Hashimtashi, i cili bën kërkesë me vizitu prindin, vjen me masa të shtuara vetëm me helikopter që nuk e, ndërsa kur fa rrezik nuk ka pas as rrezik elementar ai që mu shmang dhe me ik pe gjykatës speciale aq më shumë në oborrin e Çekus. Ka qenë edhe më shumë apo ashtu, ndërsa prindin e kish duke vdekur në Çekus që ndodh realisht vdish për rrethanave normale ato në punë të Zotit, po sidoqoftë aty u pamundsu me qenë në Vorrem, pra ka pas shkelje, edhe tash sa po flasëm na, fakti që ka përfundu pjesa e prokurorisë në mbështetjen e akuzës dhe dëshmitar që ka pas, këtë është dashur të zaventsohet masa. Nga masa e pararrugimit i kalon në masë arrestit shtëpiak ose e paraqitjes, po flas gjithmonë në aspektin ligjor. Ato janë legjitime lëvizjet që i kanë bë edhe sot zoti Asim Haradinaj, po aty po flasim për deputet që kanë bë betimin. Kur të formon Kuvendi i Kosovës, formon grupet, veçanërisht PDK-ja është e zëshme këtë drejtim se buron si parti nga vlerat e luftës dhe normal që i ka lider të saj, i ka në pararrugim në gjykatën speciale. Edhe atë pastaj duhet mi shtyj përmes grupeve parlamentare. Je jurist, këtë fushë e njeh, po besoj që e njeh mirë. E dim që gjykata speciale asnjë lidhje nuk e ka me Kosovën, vetëm emrin e ka të Kosovës. Që kanë votuar Asnjë lidhje. Është votuar në Kuvendin e Kosovës. Është votuar në shpinë kryesore të Kosovës. Ka qenë një gabim shumë i madh. Ne kemi prokurorë dhe gjyqtarë të mirë në Kosovë që kanë mujt me aloni lidhje mes Këshillit Prokurorial edhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës që me qenë një bashkëpunim anasjelltat. Ne jemi të denu njerëzitar, lirimtar tonë me ligje Serbisë, me fakte të fabrikuara nga Serbia. Jo me ligje Serbisë, të isha përmisu. Është formuar bazë të ligjeve të Kosovës. Sa deputetët tonë kanë formuar. Ama tash është të funksionuar me ligje Serbisë sepse në Hag po thotë Kosova me tohi. Me ligjet të Kosovës nuk guzon me thonë. Ne nuk guzon me përmend as emrin. Vendime do ta kenë në studio nuk guzon me përmend emrin shkop. Republika e Kosovës shut. Edhe shut në emër të popullit. Kjo është më keq. Kjo është më keq. Ka qenë gabim i asaj legislative. Jo ka qenë që realisht që zotri Kurti ka qenë korrekt në drejtim, se me grupin e tij ka refuzuar dhe ka qenë i zëshëm, nuk ka votuar. Sa ato që po thonë ta pa akuzojnë zotri Kurti në pjesën speciale, po mendoj që mëkatet më të vogla e ka zotri Kurti në atë drejtim. Po pse kanë votuar këta? E kanë votuar me frikën se do të ishte bën nga një këshill i sigurimit, i cili kishte më qenë edhe më rrezik. Këta kanë kallëzuar punën një leadership të madh, se zoti thoshe e ka ditë që ka më shua atje. Ai ka qenë naiv. Jo, e ka ditë. Ne këta shahojnë asnjë nuk i kon naiva. Jo, se ka ditë që shkon. Nëse shëmbet, si më thon, ka qenë gabim që kanë votuar. Se penita që ka qenë gabim, ata kanë qenë koshient për ato, kanë pas informata. Është gabim edhe shkurt pa mësim se kishte votuar. Është një diçka që për atë arsye Kosova gjithë këtë rrugtim, me gjithë këto probleme. Kështu që tash në 2024 kur ke kjo takimin në Berlin që kjo ish kancelari gjerman, do thotë ja afroi Kosovës një sukses më atutje, nëse i pranon do thotë këto që për mjek takse ne ja mundsojmë që me qenë përfaqësues në cefta si Kosovë. Edhe pse më fusnot, pro Kosova të arritura do t'i kem të qartë, do të jem vetëdijshme, nuk do të jem në atë kuptimin shumë subjektiv, po me të vërtetë ta jetojmë që kemi jetuar sepse Kosova të arritura t'i ka të ngadalshëm, por diçka që duke e konsolidu shtetin e vetë. Dhe është naivitet nëse thotë pse kanë votuar se do ta kem çfarë. Për mu, sepse përmendi më herët tash po më kujtohet që i nderuari tha që presioni ndërkombëtar ndaj Kurtit, unë vlerësoj që të gjithë liderët e më herët shumë kanë qenë më të fuqishëm se zoti Kurti për mi thonë ju misë në ndërkombëtar. Më të fuqishëm sepse nga ona edhe të kaluar në styne, për shembull plot komandanta. Ja, po flasin, janë parem, jo, veç pak. Jo, o vetëm pak. Unë po them parem nga ona e background-it tyne, nuk mund të krahasohet me zotin Haradinaj e Kurti, nga ona background-it tina. Ka mund të më thonë joj. Me zëporësh në diçka te me ditë se vetëm në diçka, me ditë ka ardhë, sepse e përmenet në fillim që thë me misë ndërkombëtar jemi shliru. Dhe në fakt kjo është zotësi dhe është larg pomësinë se ti e koshjen këto si kanë druparime. Në diçka, unë vlerësoj që zoti Kurti është ndam. Jo, çto s'ka pi përmend. Unë mendoj që zoti Kurti është parimet e qeverisjes edhe të shtetit nuk i kanë ndërru.
ndërsa Albini ka ndru gjitha parimet. Decentralizimi. Pe bashkimit kombëtar tek ne. Nica kur është bo? Aty ka shumë diskutime. Jo, aty ka shumë diskutime. Aksenimi sovranitetit, mos ka diskutim se kanë shkruar. Unë kur kom reagu para 15 vjetë kom reagu kundër para 15 vjetë kom reagu. Aty ka vendosur tjetër kush. Ata është pas kanë vendosur, apo thoni që s'kan qenë presion s'kan rënë. S'kan sapet edhe përkundër administratori ka vendosur. Unë e konsideroj që është më bisedimet i ka vendosur krye se s'kan edhe realisht administratori. Mos ta harrojmë, unë kam qenë para 15 vjetë, kom bërë zhurëm për këtë pavarësinë e kisha në Kosovë, po kërkosh të është nërë me ndëgju. Pavarësimi i kisha ortodoks në Kosovë ka qenë gabim që ka dhënë pavarësia. Ato kondosh me konsideru kisha të Kosovës, s'ka rëndësi emni religionit. Ato kondosh me qenë kisha të Kosovës që me pas autoritet shteti Kosovës në kisha të Kosovës. Po jo, për momentin ato e të pavorna. Qëto ka qenë gabim? Unë para 15 vjetë kom reagu, po, fuqinë e ka pas shumë të madhe në atë periudhë krye administratori. Po kush e ka udhëheq negociatat? Unë kam një mendim që Kosova ka kaluar gjithë rrugtimi përkundër që na kanë përkrahur ndërkombëtar, kemi pas një parë lloj ndërhyrje jashtëzakonisht po. Për që në këtë drejtim mendoj që e kemi jetuar dhe përjetu, kështu që është e padrejtë se ndoshta na poteshëm nuk do të kishim mund me bë diçka më një plotësim për arsye se te Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një ndrim politikës atje përmendet edhe ju e kemi zotrin Grenell i cili ka pas divergjenca dhe kundërthënie të mëdha me Albin Kurtin. Si mor zotrin Grenell më për me taku me Albin Kurtin ku ai fare as taku dhe gati sa nuk jam fy përmes rrjeteve sociale, jo që për arsye atë veprim, edhe episodi këtu po në anën tjetër se arsye edhe zotrin Grenell i cili ka një afërsi me shtetin e Serbisë dhe realisht ka dashur bëni presion të panatyrshëm, pa arsyeshëm mbi qeverinë e Kosovës. Ka që shbon ambasada tash Amerikës, se ka derë mshel. S'po them që është mirë kjo, se nuk e din afatxhat që mund me pas pasoja për neve. Përpara ka qenë më ndryshe. Ka ardhur Zarfi edhe ka thonë ky person do të bëhet president. Tash nuk më bua Zarfa. Ka rënë ndryshe për luftën e Ne kemi vetëm pak. Ne kemi. Po marrim që Zoti Kurti është parimor, ka qëndrim. Po flas për konsistencë. Edhe konsistencë. Edhe ja ban bajat edhe po mirë. Ja ban bajat edhe Grenellet të gjithë Trumpit. Aty dhe shtë dalë. Që për marë mënyrë hipotetike, thot, unë spajtona me ty, edhe një diçka, Kosova dhe më shpallë shtetë, gjithë ku, jo vetëm i thonë nuk pajtona, edhe luft më shpallë, kush frigohet nga Kosova? Se merë serios. Kuptohet diçka, as serios nuk jesë, jo më të frigu. Kështu që një diçka, ne jemi një pozit, që ne do t'jem shumë të hapër dhe t'afërt, që më një famnyre se unë kom pas në përdoksit të rejza shkëndësore për ju të regoj drejt, do që dhe dalin në për media, kanë dhonë ideje teza, që thët imperializmi Amerikan, Angles, Gjerman, Italian, krejt Balkani, Bulgaria, me një famnyre kur dole e thash i ndërur, të regom cilit shtetë në tim shojnë e si Kosovë. Se të thët, përdojnë a miqëru e sapet. Na dim drejtën tonë historike, por rruga jonë diplomatikë, si do mos si jurist, do të kemë qartë, nuk është e letë. Ky rend botëror është duke t'i shkatru shtetet që në kanë më vullë, një Irak, një Siri, një Libi, një Ukrajin, po të shkatruan që kanë qenë shtete, edhe qëfar shtete, e ti si Kosovë dhëtë mi thonë, unë s'pajtonë më ndë që këtu nuk kanë jetë shqip. Po flasë për nështrimin e një zyrtarit, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë administratë, është presidenta dhe ka lëbim të madhë. Në qatë drejtim për flasë, se ne, pa Amerikën, nëse Amerika nuk ishtë qenë e kontinume me këtë qeveri, po më nëne që kishtë ndodhë veri jo, po Amerika nuk dalë me thonë ata politikisht. Ne jem dëshmitar të luftës dytë botërore. Këto nuk gëzojmë edhe as kuasjo, nuk i di. Në mënyrë diplomatike, gjatë luftës dytë botërore, aliat mes Amerikës përballë Hitlerit ka qenë Kina me Amerikën. Domthon, armik ka qenë i Kinës edhe i Amerikës Japonia. E kem luftën e Pearl Harborit. Sot me kanë është shteti i Amerikës meq në Azi. Me Japonin e kundër Kinës. Kinën e sotit Amerika ka mbrojtë dhe ka ndërtu. Ndërum, presioni. Luftës dytë botërore. Ndërum e di që edhe ma shumë e këshumë bashkë du ku po du me dalë. Edhe minuta tashmë nga kanë maru. Vesh një shtetëse me kom. A do t'i ndodhë dhe Kosovës që Kosova me qenë armik me Amerikën e Serbia me qenë mik me Amerikën? Njerë ato s'po me lejun, ato me punu 24 orë shtatë, 24, po 25 orë du me punu. Që me qenë në vime shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do t'a kemë fatën e Japonisë dhe të Kinës? Politika jashtë me ka qenë dështim.
Zonja Gërvalli ka qenë një dështim se për këtë politikës jashtë dhe nuk ka marrë me thonë këto. E vërtet. Të ndërruar, ju falenderoj shumë që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodesë e neve të ndëruar miq që do të vazhdojmë me një intervistë me sociologun Jeton Brajshori, i cili do të na japë të gjitha pikpamjet nga ana sociologjike në vend.